Detajet të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë ndodhur mëngjesin e së shtunës në zonën e thellë të Dilanit mes Nivicës dhe Salaris në Tepelen, ku mbeti i vrarë biznesmeni italian Odoardo Sarci, 44 vjeç. Sipas burimeve zyrtare nga policia Gjirokastërës dhe dëshmive të mbledhura deri më tani, nuk bëhet fjalë për një vrasje aksidentale apo dhe nga pakujdesia, por me një atentat të mirë organizuar i kryer nga një person ende i paidentifikuar. Nga hetimet paraprake mësohet se Sarci ndodhet në një udhëtim privat në zonën e Kurveleshit, së bashku me mikun e tij Eqer Embraçi dhe 2 djemtë e këtij të fundit. Fillimisht dëshmitarët kanë raportuar se kanë dëgjuar 3 të shtëna armësh në afërsi, çka i ka detyruar të ndalojnë njëri prej mjeteve me Land Rover ku ndollej viktima. Pak minuta më pas, një breshëri tjetër armësh është dëgjuar, ndërsa një person i armatosur është faqur në rrugë në një distancë prej rreth 15 metrash, duke hapur zjarr në drejtim të gomave të mjetit pa artikuluar asnjë fjalë. Nga të shtënat, një plumbër i koshet ka goditur Sarcin në këmbën e djathtë duke i shkaktuar një plagë të rëndë dhe hemorragji masive. Pavarësisht përpjekjeve për ndihmë, biznesmeni italian ka ndërruar jetë përpara mbaritjes të ndihmës mjekësore. Ngjarja ka tërnditur jo vetëm komunitetin lokal, por dhe autoritetet italiane që janë vënë në kontakt me institucionet shqiptare për zbardhjen e plotë të kësaj vrasje misterioze. Hetimet vijojnë në pistën e një atentati të mirë organizuar, ndërsa ende nuk ka të ndaluar apo të dyshuar konkret për ngjarjen.